Gati në gjdo namaz jam lutur që të shkoj në haqë në mushtri. Me zi s'po pritet vi dita që të nisem. Kur e kom marrë lajmin që të shkoj në haqë, ka që një ndjenjë e papërshkrueshme sepse është si një lloj thirrje nga i Madhi Zot që të shkosh të vizitosh shtëpinë e tij, vendet e bekuara. Shënjestër.net. Unë të shumë Leon Begulli dhe vi nga qyteti i Prishtinës. Është një ndjesi shumë e mirë, shumë e bukur, ku Allah ma mundësoj me shku kaq më shtri, me kry obligimin që e kemi. Shpesh ka pas raste, jam lutur gjatë namazeve, pas namazeve, që ta kryej haxhin në moshë sa më të re dhe elhamdulillah që po më realizohet. Është një ndësi që shumë e papërshkrueshme. E kam pritur që shkoj në haxh, por në këtë moshë të re, jo edhe bash. Unë i inkurajoj të gjithë ata që nuk janë fort të lidhur me fenë, që të lidhen me fe, sepse feja është në të mund ta gjejmë qetësinë shpirtërore, mbrojtje nga çdo e keqe. Në haxh do të udhtojmë me babin, mamin dhe motrën. Mezi s'po pritet vi dita që të nisem, është një ndjenjë shumë e mirë, e kam pritur tërë jetën time dhe pres shumë. Lut Allahun e Madhërisht që të shkoj mirë, të kaloj mirë atje, të na falë, të na pranoft haxhin dhe të kthehemi ashtu siç kemi nisur dhe të falur. Shpërblimi i atij që i pranohet haxhi është, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai personi i cili e kryen haxhin dhe kur kthehet do të kthehet ashtu siç është lindur nga nëna. Pa gjunaje do të kthehet nëse i pranohet haxhi. Shënjestër.net.